Kreu i LRPDSH-s Ziadin Sela është në gjendje të qëndrueshme dhe shumë shpejt do t'i rikthehet jetës normale, deklaron zyrtari i lartë i LRPDSH-s Arben Taravari. Ai pritet që në fundjavë të kthehet në rehabilitim shtëpiak, kurse së shpejti edhe të jetë në gjendje të kthehet detyrave të tij publike. Alsat ka siguruar pamje të reja të këtyre momenteve të tmerrshme. Pamjet janë mizore dhe barbare, me dy fjali, fat në fatkeqësi. Zotri Sela sot është në gjendje shumë stabile, në gjendje që me një optimizëm të madh, i lëvizshëm, fatmirësisht ai shumë shpejt rikthehet, rikuperohet dhe mendoj se ditën e shtunë ose të dielën, simbas planifikimit dhe simbas asaj që rrjedhin punët, ai do kthehet disa ditë në pushim shtëpiak e pas asaj me siguri do i rikthehet punës së tij si deputet dhe si kryetar partie. Punojnësi i sigurimit të kuvendit Abdul Feta Alimi nga Orizarja e Kumanovës, në një intervistë për televizionin Alsat tregon momentet e tmerrit që kaluan bashkë me Selën, në kohën kur ai e shpëtoi atë nga duart e dhunuesve të cilët mbi të ishin duke ushtruar dhunë barbare. Më kaptoi një koleshk, më thot Feta, eja se kanë mbyt Sela. Ati kur kam shku të klubi i deputetëve, kam pa zotin Sela, të shtrim për gjakun. Në dhonë kam mendu se është i vdekt. Edhe ati kam ra për mbi trupin e zotit Sela. Në ato momente kam pasë se është të morë frimarje. Kam në dorën, kam pasë që ka puls. Dy oligan kanë qenë aty, ju kam thonë, largu nëse është i vdekt. Ata kanë mendu se është kry puna. Abdul Fetau ka ngritur Selën në shpinë dhe e ka dërguar në një zyrë në katin e fundit. Edhe mos na dëgjojnë që jena të folë. Shqip. Është moment shumë, për mua është me shekuj, me tregu se që shkina më rindër të dhoma 3-3-4. Faktikisht e zyrja. Keni një hinë zyrën 3-3-4, në gjendje shumë të rondë ka qenë. Ne kam shtrinë të sheme, ka pytë kushje me kanë gjënë. Atëri kam tregu se janë Fetaj sigurimi i parlamentit. Me jap një shpresë shumë e madhe, shumë e fortë. Fetata janë bestane. Në të momenti thash, kështu ju drejtova. Ziadin, nëse mbrasin ma van halal. Abdul Fetau dhe Sela për disa orë me radh kanë qëndruar vetëm, ndërkohë në sallë është paraqitur vetëm motra medicionale e kuvendit për t'i dhënë infuzion. Orët e tmerrit Abdul Fetau i përshkruan të gjata si shekuj. Disa orë më vonë ka arritur grupi i policëve të cilët kanë ndihmuar evakuimin e tyre. Pasojat e asaj nate Abdul Fetau i ndjen akoma. Pamjet e tmerrit që përjetoi dhe më tej vazhdojnë ta shqetësojnë. Veprimin e tij e përshkruan më shumë si përgjegjësi morale dhe profesionale.